Shikues të nderuar, ju përshëndes. Në hapësirën e të ftuarve do të kem nderin të zhvillojmë një intervistë me Altin Nikën, psikolog, por njëkohësisht edhe drejtuesi i urdhërit të psikologut në vend, lidhur me ditën ndërkombëtare të autizmit. Për këtë temë, zoti Altin, më dëgjon? Përshëndetje. Si një psikolog, çfarë është autizmi dhe si e përkufizoni në fushën tuaj? Atëherë faktikisht ka një term ndërkombëtar i cili e lidh autizmin me një problem të zhvillimit të aspekteve kognitive, pra të aspekteve menore, të aspekteve të sjelljes dhe të komunikimit, pra të tre fushat e ndërveprimit të një individi, të një fëmije. Zakonisht shkaku i autizmit specifikisht nuk dihet, pra një shkak i mirë fill. Kjo ka sjellë edhe ndoshta dhe problemin për mos gjetjen e një zgjidhje të drejtë dhe efektive, pra të mos ditë dhe problemin normalisht nuk din as mënyrën se si mundena me zgjidh. Ka disa teori që lidhin autizmin me disa elementa të jetës së individit të nënës, kryesisht të geneve apo gjanave tjera, të aspektit biologjik, por në vetveti është një çrregullim që prek të menduarin, të folurin dhe ndërveprimin social. Sa i përket ndërgjegjësimit, sa i rëndësishëm është në edukimin e shoqërisë shqiptare për qenë më pranë fëmijëve me spektrin autik, por jo vetëm, edhe të familjarëve të tyre? Realisht ato familjarë cilët kanë të bëjnë me fëmijë të spektrit autik janë herojë të vërtet. Tu llogarit që ata kanë 2, 3, 4 fish më të vështirë se sa prindë të tjerë në vende të tjera të botës për shkak të mungesë infrastrukturës, mentalitetit ton, stigmave, të cilat ja vështirësojnë edhe më shumë jetën dhe integrimin jo vetëm fëmijëve, por edhe familjarëve të tyre. Kështu që ata bëjnë një punë të jashtëzakonshme, një angazhim të jashtëzakonshëm, kështu që sot në këtë shenjë, në këtë ditë të ndërgjegjësimit për spektrin autik, një falënderim i jashtëzakonshëm shkon për secilin prind dhe realisht pasurit e një fëmijë të tillë nuk përban një disfavor, përkundrazi. Sot gjithmonë më shumë është duke dhënë mundësia fëmijëve të tillë, nesër të rritunve të tillë, që të punojnë dhe të angazhohen në struktura të ndryshme të jetës, qoftë shoqërore, qoftë edhe të mundësi me hyrë në punë apo në vende të ndryshme të punës ku faktikisht për shkak të këtyre limiteve shpeshherë edhe vështirësohet. Nëse do ndalemi te shoqëria shqiptare, a jemi ndërgjegjësuar me kalimin e viteve apo kemi akoma punë për të qenë më pranë fëmijëve me spektrin autik? Faktikisht, unë kur e kujtoj për herë të parë fillimin e eksperiencës time, pra këtu e 14 vjet më parë, shoh me një kënaqësi të madhe që është rrit jashtëzakonisht shumë ndërgjegjësimi, është rrit jashtëzakonisht shumë mbështetja, nuk janë më kaq tashpër dhe tabu, dikur prind edhe nuk e deklaronin apo e shikonin si një turp në vetvete ekzistencën apo pasjen e një fëmije të tillë, pra dhe nuk kërkonin ndihmën e duhur, ekspertizën e duhur. Institucionet kryesisht kujtoj edhe mësuesat, shpeshherë mësuesit kur i thonin a do punosh mësues mbështetës ishte diçka të cilët jo të gjithë e pranonin. Sot mësuesa mbështetës ka dhe janë shumë mirë të trajnuar, gjithashtu numri psikologëve në shkolla është rritur, numri i ndërgjegjësimit është rritur, ju media, edhe ju si media Fox News sot që po bani këtë sensibilizim, keni kontribuar dhe vazhdoni të kontribuoni media në përgjithësi për të arritur sensibilizimin dhe kjo ka sjell sigurisht në një zbutje të veshit, por kemi akoma punë për të shkuar realisht në një standard evropian të cilin ne aspirojmë të shkojmë. Çfarë duhet bërë më shumë nga gjithë secili prej nesh që të arrihet ky ndërgjegjësim në atë të duhurën që duhet të jepet për fëmijët me spektrin autik? E para, çdo gjë fillon dhe mbaron, pra gjithkund ku sillemi te familja. Është e rëndësishme që familja ta pranojë sa më shpejt, sa më mirë, në mënyrë sa më komode, ekzistencën e të pasurit të një fëmije në spektër autik. Kjo sjell mbrapa edhe një pranim të shpejt, një ndihmë të shpejt,
një punë të hershme dhe arrihet në mënyrë shumë më të mirë shërbimi apo rritja e performancës. Pra sa më vonë që prind ta pranojnë, sa më vonë shkojnë të marrin dhe shërbimin, aq më i vogël, aq më i minimizum është kontributi apo puna që një psikolog dhe terapist mund të bëjnë me këto fëmijë. Kështu që puna dhe kontributi i familjes është i pari. I dyti, në momentin kur fëmia del jashtë, lidhet me institucionet publike, shkollat. Shkollat nuk janë pronë vetëm e atyre fëmijëve po thojmë në thojza, lejoni termin normal. Janë të çdo kujt, sepse dhe ato janë taksapagues dhe shkollat gjithë përfshirëse sot janë obligim ligjor dhe pranimin në shkolla nga institucionet, sigurisht nga mësuesit, sigurisht sensibilizimi çdo fëmije që është në klasë, që të rritet dhe të studioj me një fëmijë të spektrit autik, më vonë sjell zbutjen e konceptit shoqërisë, pse jo, nesër edhe në një pranim të jashtëzakonshëm. Lejoni të them vetëm diçka nëse mundem. Në vende të ndryshme, kryesisht në Amerikë, sot kryesisht në shkencat kompjuterike, pra në shkencat IT-s, personat me spektër autik bëjnë disa detyra specifike të veçanta, të cilët janë dhe kërkohen jashtëzakonisht shumë nga korporatat të ndryshme. Kështu që aftësia e tyre për të punuar, aftësia e tyre për të bërë gjëra të mrekullueshme është kajherë dhe shpeshherë më e mirë dhe më rezultative se sa persona, se sa e jam ja për shembull, që kam një dallim apo e quaj veten superior, më thojza. Sa i përket institucioneve arsimore me që unë dalë, mendon që i ka të gjitha ato hapësirat e dura për të patur psikolog për qenë më pranë fëmijëve, pra e bëjnë ashtu si duhet punën për qenë pranë qoftë ato shtetërore, por dhe ato private, institucionet arsimore, por jo vetëm, edhe për tek prindërit. Mendon se ka ndryshuar qasja e të pranuarit një fëmijë me aftësi të veçanta, apo janë sërish me mentalitetin vjetër që e kanë për turp që ta shprehin? Unë, si që thash, mentaliteti është thy, fakti që sot ka shumë institucione, qoftë publike dhe private, që ofrojnë shërbime të tilla, ka fakultete psikologjie që zjarrin psikolog dhe terapista në një të ardhme, ka shkenca teknike mjekësore, siç janë shkencat për logopedi, pra për shërbimet të folurit tek fëmijët. Kjo tregon, përderisa ka dhe ekzistojnë të çëna, kjo është një indikator që prind janë sensibilizuar që t'i çojnë, sepse mos kishin fëmijë për të punu, sigurisht nuk do kishte kaq shumë dhe do të ishin në numër shumë më të reduktuar. Shkollat në vetveti, unë e kujtoj edhe eksperiencat e mia të para në sistemin arsimor, sigurisht infrastruktura ishte qoftë infrastruktura fizike, sallat e fëmijëve me nevoja të veçanta, sot ka ato që quhen salla apo klasa të gjithëpërfshirjes, janë sallat veçanta që punohen janë në shkolla, jo në gjitha, por deri dje nuk kanë qenë, sot janë, për fëmijë me nevoja të veçanta që të punohet me ta, sigurisht ato kërkojnë shpeshherë edhe shërbime të ndryshme, pra jo njësoj si bashkëmoshatar, por vere me krenari që çdo gjë është në përmirësim e sipër. Pra ne jemi një vend i cili fatkeqësisht akoma jemi në tranzicion, por kjo është historia jonë, nuk mund t'i shmangemi dot, por kur kthej kokën mrapa në 14 vjet më parë, siç e thash, vere që shumë gjëra janë bërë mirë dhe metet prapë për të bërë, dhe kjo varet kryesisht nga sensibilizimi dhe gjithë pranimi që ne duhet kena për të fëmijë. Cilat janë disa nga simptomat apo shenjat më të zakonshme që vërehen tek personat, individët me spektrin autik? Kryesisht ajo që cila është mosha, ajo deadline, koha, kur ne arrim të bëjmë një identifikim të fëmijëve në spektër autik, është mosha deri në 3 vjeç, 3 vjeç e pak. Nën këtë moshë, sigurisht diagnostikimi është i vështirë dhe ka tendencën që të jetë i gabuar. Deri në 3 vjeç, 3 vjeç e gjys, fëmia arrin që disa elementa të zhvillimit të tij të ketë të plotësuara. Dhe aty ne mund të arrijmë që të kuptojmë, a i ka këto elementa të plotësuar që ta quajmë një fëmijë me zhvillim normal apo jo? Po kush janë këto elemente? E para lidhet me procesin e tij të menduarit. Pra,
sa bashkëveprojnë ai me botën e tij. Kush është bota e tij? Me lojrat, me objektet, si ndërveprojnë. A ka tendencën që të qëndroj i izoluar, kjo është e para, të mos komunikoj me të tjerë, të mos maj kontakt me sy, të mos jeti përqendruar që ta njekun subjektin, prinin apo motrën apo diket që e thret, sa është kozgjatja këtij kontakti me sy, kur ti e thret në emën apo dëgjon një zhurmë apo i tingull kthen kokën, janë disa element të parë. Dytat lidhen me element gjusor të folurit. Fëmijët me spektër autik, një ndër elementat që i prek mos shumti është e folur, është komunikimi. Sa këto fëmijë kanë të zhvilluar komunikimin, pra sa është portofoli i fjalëve që flasin. E treta lidhet me ndërveprimin me botën e jashtme, me fëmijë tjerë. Shfaqin tendenca sociale, bashkëveprojnë, luajnë, qoftë në lujë, qoftë në marrë lojra, qoftë në bankë, këto lloj aktivitetet që bajnë fëmijët. I zhvillojnë, në rast se këto nuk janë të zhvilluara dhe nëse këto nuk janë në parametra duhur, atëherë është momenti të bëjmë një diagnostikim, një vlerësim të specialistit. Pra, në bazë të këtyre elementeve, prindërit mund të dallojnë nëse fëmijët e tyre janë të spektrit autik. Pra, janë disa nga elementet që mund të jenë pranë tyre që ti jap një Jo dritë. domosdoshmërisht në spektër autik, por janë sinjale që kërkohet një vlerësim të specialistit. Nuk ka nevojë për panik, por të shkojmë te specialisti dhe ka diçka që më ka bërë shumë përshtypje nga eksperjenca jame. Mamat, nënat kanë atë instiktin mëmësor dhe kuptojnë shumë mirë që ndoshta me fëmijën tem thot, të paktën nga raportimet, nga komunikimet që kanë pas, thonin që ka diçka që nuk funksionon mirë, ka diçka që nuk mec mirë. Dhe janë ato të cilat e kërkojnë me i herë ndihmën apo vënë re sinjale që diçka me fëmijën nuk po ec ashtu si duhet. Kryesisht i ndihmon shumë ekzistencat e fëmijëve të dytë. Pra, nëse me fëmijën e parë ka kaluar një eksperiencë, sigurisht me të dytin, në rast se kemi element spektër autik, vlerësimi që bën edhe prindi, kryesisht mamat, është më i shpejtë. Kjo element nuk do të thotë domosdoshmërisht në spektër, është një sinjal që të kërkohet një mbështetje te specialisti, pra një vlerësim. Pas mbështetjes të specialisti, pra duhet të jenë të baraspeshuara dhe psikologu dhe terapitë e veçanta pra për të bërë një balancim mes dy ndarjeve, pra si mund të vijohet më tej për të ndjekur rastin? Faktikisht, për me bërë një vlerësim, faktikisht bëhet nga një grup multidimensional me disa profesionista të fuqë që janë psikologu, është logopedi, është neuropediatri, që të tre të katërt apo ndonjë figurë tjetër bëhet një vlerësim sepse nuk mund ta bëjnë vetëm një individ, sepse margji i gabimit të një individi, po flasim për shkenca humane, subjektive, elementa dhe mund gabojnë. Kështu që bëhet një vlerësim grup për ta vendosur secili me atë element, logopedi me atë procesin e të folurit, neuropediatri proceset kognitive, psikologu të elementat të sjelljes dhe elementat tjerë të bashkëveprimit dhe arrihet në një konkluzion. Në rast se fëmia e diagnostikojmë dhe e vlerësojmë që është në spektër, atëherë fillon plani B, rruga B, e cila lidhet drejt për drejt me planin e ndërhyrjes, ku vendosen pjesa terapive, vendosen objektiva, bëhet një plan pune mes dhe terapistit dhe familjes dhe shkollës, sepse është e rëndësishme që ky subjekt, ky fëmijë të marrin një shërbim gjithëpërfshirës nga të tre krahët ku jeton, mos bëhet një punë e izoluar vetëm nga pjesa e terapistit, por të punohet me terapistin, të lehen detyra dhe familjes, disa detyra mësuesit mbështetës në shkollë dhe të gjithë këto të tre subjekte, të tre drejtime e ndihmojnë fëmijën që ta çojmë në nivelin e duhur dhe të hallim sa më shumë punë. Unë e them shpeshherë që 1% punë pozitive, pra minimalist me hall sot, është një kontribut i cili nuk mund të marret mas 10 apo 15 vitesh, ose është e vështirë që të marret. Sa më në kohë të hershme që punohet me fëmijë, është shumë e rëndësishme që të mushet ky heneku, ky boshllëku me punën e secilit nga këto tre aktorë. Nëse mund të aveçojmë, cila është ajo lloj mbështetje që është më efektive për individin me spektrin autik, pra që i duhet më së shumti dhe ka nevojë për të? Lidhen me dy, unë nuk do t'i kisha ndarë, është elementat parë të proceseve kognitive të punës
që bëhen në terapi për të arrit aftësinë e tij njose, të menduarit, të procesuarit, të menduarit subjektiv që arrihet nëpërmjet manipulimit me objekte, pra me detyra, me punë, me materiale të ndryshme, për me rrit aftësinë e tij të kuptuarit, procese punitive, kjo është e para, dhe shumë e rëndësishme është rritja e tij apo vendosja në sa më shumë stimuj social. Stimuj social kujt i them? Jo që fëmia të rri izoluar në shtëpi me telefon, pra të rri në atë bunkerin e vet. Por ketë mundësi që të shkohet në një park me të, në një xhiro me të, në një vend me të, në një shkollë me të, në një aktivitet me familjen, gjitha me i vajnë mundësi që ta shtrin, ta hapin, ta shtyn kufinin e mosnjohjes tij. Sa më shumë shtyhet kufini që ai të njohin, sa më shumë rrugë të ndryshme, vende të ndryshme, shtëpia të ndryshme, tinguj të ndryshëm, njerëz të ndryshëm, sjellje të ndryshme, makinë, kam, biçikletë, gjitha janë mundësi, janë pasuri, janë kontribute, janë monella që futen në aftësinë e tij nesër për t'i bërë ballë gjithmonë e më shumë jetës së përditshme. Për të trajtuar si duhet apo menaxhuar një rast autik, a ka të bëjë mosha pra sa shpejt dhe sa herët e kap si rast? Është shumë e rëndësishme, e theksova që deri në 3 ne nuk mund të bëjmë vlerësime të sakta, është vendos ky kufi. Mbi 3 ne sigurisht do bëjmë vlerësime dhe sa më shpejt që dhe prindi dhe familjari bindet dhe fillon procesi terapisë intensive, sigurisht fëmia, si thojmë, është tabula rasa, është i bardhë, se kështu lind, atëherë formën ja japim ne. Sa më shpejt që t'ja japim formën, shumë më mirë, shumë më rezultate shohim në të ardhmen. Është e vështirë, gjithmonë vështirësohet puna, e kemi edhe me fëmijët tonë. Sa më shumë që rriten, aq më e vështirë është që të rikthehesh punëve që do t'i bashë kur ishte 4 vjeç. Pra, nëse i fëmijë është 10 vjeç, e ketë vështirë që të rikthehesh ti mësosh punë të një 4 vjeçit. E njëjta logjik vlen edhe për çdo punë faktikisht, sa më herët aq më mirë. Por në këtë rast, për shkak të aftësisë të përthithjes së informacionit, është shumë e rëndësishme që t'i vendosim mirë këto elementa që vendosen, siç e thash, në terapi dhe në bashkëpunim me aktorë të tjerë me të cilën fëmia bashkëvepron. Si mund të adoptohen shkollat dhe mësuesit për të qenë më pranë nxënësve me autizëm? E para që t'i pranojmë, ta kuptojnë që asgjë nuk është aq dramatike sa perceptimi jon për jo normalen, sepse më kujtohet një pjesë e një filmi ku një prind kishte duke vlerësuar fëmijën e vet dhe i tha fëmijën e ke spektër autik. Okej, tha, po ky fëmija mund të jetë normal? Pyeti prindi. I tha psikologu dhe terapisti, i tha, më jep definicionin e normales. Pra ajo që ne quajmë normale, a është normale edhe për ta, sepse ato brenda normalitetit të tyre janë. Dhe siç e thash, gjithmonë më shumë ato janë duke gjetë hapësina që të bëjnë punë, cilat unë personalisht nuk arrij dot që t'i bëj. Sepse janë punë specifike dhe janë shumë të ndershëm punë. Pra, korporatat e ndryshme që merren me IT-t, me prodhimin e kompjuterave, sistemeve të IT-t e tjerë, marrin persona spete, sepse janë shumë detajist, janë shumë të përqendruar, nuk bëjnë hile në kuptimin duhet të bëjnë 10 gjëna, po bëjnë 4, se hajde si bëjnë nesër, ato 10 ta i bëjnë, dhe janë persona të cilët mirë paguhen dhe vlerësohen shumë më shumë se sa i thojza gjithmonë, unë që jam ai normali që thosha që këto të tjerët nuk janë normale. Kështu që sot po shkojmë në një botë universale ku po bin kufit e normalitetit, e asaj që ne quajmë definicioneve normale, nuk ka më. Aldin, për ta përmbyllur në ditën ndërkombëtare të autizmit, keni një thirrje për të gjithë ata persona të cilët nuk janë të përfshirë, pra nuk kanë patur një rast, por jo vetëm edhe për prindërit të cilët e kanë kaluar nën lëkurë të kenë një fëmijë autik, por jo vetëm edhe ne si shoqëri që t'jemi më mirë kuptues dhe më të ndërgjegjshëm. Sot shkon një falënderim për gjithë ato prindë dhe një mirënjohje jashtëzakonshme për kontributin
përkushtimin që bajnë për fëmijët e tyre, po jo vetëm për fëmijët e tyre, sepse ata janë pjesë e shoqërisë tonë. Një falënderim shumë për gjithë mësuesat, të cilët dhe ato mundohen dhe të bëjnë një punë të jashtëzakonshme, por mirënjohje edhe për gjithë kolegët, psikologët, të cilët që jepen me mishë shpirë, sepse mos harroni që të punosh me fëmijë të spektrit autik nuk është një sipërmarrje lehtë, është konsumuese, është e lodhshme. Sigurisht ne kemi fëmijë vetë në shtëpi dhe e dini se sa konsumuese është ka herë që të punosh me ta. Lënë mami një fëmijë me nevoja të veçanta, i cili kërkon një dedikim, dhe këto punë bëhen, e kam thënë gjithmonë, o e bën se e ndjen, o nuk mund bëhet ndryshe. Mund ta lësh mas 6-7 muajve, se s'mund ta bash dot. Kështu që një falënderim edhe për gjithë kolegët dhe një sensibilizim, dhe sot është ditë sensibilizimi për gjithë shoqërinë që të jenë të hapur. Sot dikush ka një fëmijë spektër autik, nesër mund të jetë pjesë e jona, kështu që të jemi të hapur dhe të jemi mbështetës për sakrificën, angazhimin që po kanë edhe prind dhe këto fëmijë në realitetin tonë. Altin, unë të falenderoj për këtë intervistë. Shumë faleminderit ju për ftesën. Shikues të nderuar, ishim deri në këto momente me Altin Nikën, psikolog për njëkohësisht edhe drejtuesi i urdhrit të psikologut në vend për të diskutuar në lidhje me autizmin, ditën ndërkombëtare të autizmit, por jo vetëm, edhe si mund të kontribuojmë në shoqëri për t'u gjendur pranë këtyre individëve me këtë spektër të veçantë. Ndërkohë në këto momente do të kalojmë në një hapësirë publicitare.